Një ngjarje rrallë duket se ka ndodhur në rajonin rus me popullsi muslimane të Kysljarit në Dagestan. Në lëkurën e një bebeje 9 muajshe, shfaqen dhe zhduken pas disa ditësh vargjet e Kuranit. Kjo ka bërë që mira njerëz të nisin pelegrinazhin për ta parë nga afër këtë dukuri. Në këmbën e djathtë të foshnjës shkruhet: "Ji mirënjohës ndaj Allahut". Fjalia është e shkruar në gjuhën arabe dhe shfaqet një herë në javë. Gazetarët që pan afër voglushin thanë se kishin parë vetëm një prej gërmave, pasi të tjerat ishin nisur të zhdukeshin. Доказательство, что Всевышний Аллах, он всемогущий, и он есть. Shfaqet një herë në javë. Zakonisht fjalia është e dukshme natën e së premtës, por ajo dallohet edhe të hënën. Ka raste që shenjat duken gjatë gjithë javës, u shpreh Sahid Ushakban, kreu i rajonit lokal. Më shumë se 2000 pelegrin nga Rusia shkojnë çdo ditë për të parë nga afër beben me sy blu, shtëpia e të cilit dal nga dal po shndërrohet në altar për besimtarët. У меня вообще все как промыли холодной водой в сета и очищали вообще. Kjo është një provë që Allahu ekziston dhe është i plot fuqishëm. Ai është me ne, u shpreh një pensionist që mboriti për të parë nga afër beben. Krerët fetar shprehen se kjo është një shenjë nga Zoti. Duke treguar këmbën e djathtë të voglushit e ëma, shprehet se djali i saj nuk ndihet mirë kur shenjat shfaqen në trup. Kur shfaqet vargu i Kuranit, voglushi sëmuret. As barnat nuk arrin ta qetësojnë apo t'ja ulin temperaturën. Ethet e mbajnë por rreth 20 minuta, kohë gjatë të cilës shfaqen shenjat e Kuranit. 26 vjeçarja beson se Zoti e ka dërguar këtë fëmijë për të mbrojtur popullin e këtij rajoni.